Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur në ekranin e Reporterëve. Ky është programi Studio Live, ndërsa unë jam Ermal Qoli së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë për ditën sotme në programin Studio Live për të ndalur tek zhvillimet kryesore, padyshim duke referuar të gjithë informacioneve në kohë reale që na vijnë nga terreni nëpërmjet kolegëve dhe korrespondentëve tanë, ndërsa temat më të rëndësishme të diskutimit do t'i analizojmë në studio me panelistët tanë, por së pari po e njoh më njëherë me zhvillimet kryesore dhe në orën 17. Kryeministri Rama ka mohuar kategorikisht se ka pasur presion apo kërcënime me procesin e integrimit nga ndërkombëtarët për vendimin për Belinda Ballukun. Kryeministri thotë se ka pasur vetëm debate konstruktive me disa prej të huajve, teksa siguron se asnjë frenim nuk ka në rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Rama thotë se mbështetja ndaj drejtësisë së re nuk preket, teksa inkurajon SPAK të hetojë deri në fund ish zëvendës kryeministren. Kritika ndaj prokurorisë së Tiranës, kryeministri Rama nuk ka ende një përgjigje për një hetim të nisur për disa vitesh ndaj Styri TV, televizionit të familjes Berisha për evazion dhe pastrim parash. Gjatë konferencës për mediat, kreu i qeverisë tha se denoncimi është bërë me prova nga autoritetet shtetërore për pastrim të parave që u janë vjedhur shqiptarëve. Rama tha se Styri Televizion që paguon në dorë me para të pista ka qëllim të bëjë pistë këdo që mbështet qeverinë. Shqipëria do të shpahdë Republikë Islamike të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit dhe shtet që përdor mjete terroriste. PS depoziton në kuvent projekt rezolutën e paralajmëruar nga kryeministri Rama gjatë një konference për mediat. Në drafti që pritet të votohet javën e ardhshme i bëhet thirrje qeverisë të vijojnë me shpalljen terroriste të Gardës Revolucionare dhe Hezbollahut. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha raportoi sot në kuvent se afro 2500 shqiptarë nga gati 3000 që ndodhen në lindjen e mesme janë kontaktuar dhe po punohet për largimin e 138 prej tyre të cilët kanë bërë kërkesë për transferim. Studioja ligjore amerikane Castwaite që angazhuar në mbrojtjen e kryebashkiakut Erino Velia e cilëson vënien e dispozicion të dosjes ndaj Veliait si një hap para, por e vlerëson të pamundur shqyrtimin e 60.000 provave në vetëm 2 javë. Në raportin e tretë për procesin, mbrojtja amerikane akuzon SPAK-un se po ja zjat padrejtësisht paraburgimin kryetarit të Bashkisë të Tiranës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri një ftesë partive opozitare për të biseduar në lidhje me zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Ftesës u përgjigj menjëherë kreu LDK-s Lumir Abdigjiku, i cili si moment takimi përcaktoi ditën mbasi të jetë shpallur verdikti i gjykatës kushtetuese nëse dekreti i presidentes për mbajtjen e zgjedhjeve ishte apo jo i drejtë.